Jemi rikthyer në spektaklin tuaj. Jemi këtu në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur këtu në Odon, në Radio Televizionin 21. Jemi në javën e cila absolutisht sikur ka fuzionuar festat e mëdha shqiptare, 5, 6 e 7 mars. Ditët e epopesë së madhe, epopesë e lavdishme. 7 marsit dita e mësuesit dhe 8 marsin e kemi ditën e nënave, ditën e grave, ditën e atyre që janë shtylla e shtëpisë. Kemi një mysafir tepër të veçantë të rrallë, bile kishim fatin e mirë, edhe sigur e kishim kërkuar gjatë që ta kemi mysafir. Zone e Zotri, në ditën e mësuesit, vjen absolutisht një doajen, një erudit, një njeri përkushtuar tërë jetën e tij në mësimdhënie, në nxënien e dijes. Zona e Zotri për ju, për ne, për të gjithë, profesor Ajet Brajçori. Hajde, profesor. Kam dëshirë sonte me të thonë, dhe pse ju jeni profesor, në realitet e kam jetë me të thonë, tonë mbrëmjen mësuesja jetë. Mësuesja jetë, mirë se erdhe. Mirë se gjejnë. Si e burri dheut? Mirë përndejt, mirë. Urime këto festa, 5, 6, 7 mars, 7 marsit ditën e mësuesit, edhe në kohën kur shkon emisioni ynë, jemi edhe me 8 mars. Edhe 8 marsin pja urojmë grave, por jemi krejt në festa, mirë se erdhe. Mirë se gjejmë. Një jetë të tërë në mësimdhënie. Fillimisht falenderit për ftesën që me keni bërë në festën më të veçantë për mësuesin. Kjo është 7 marsi. Njëkohësisht edhe për datat më të rëndësishme, është epopeja e UÇK-s. Po ashtu për nënat tona, nënat heroike që na kanë rritë e edukuar se si duhet vendi, si duhet arsimi, si duhet familja, si duhet abetarja, kështu që falenderit më kanë nderuar shumë me këtë rast. Si duhet fëmia, si duhet abetarja, sa po për në themun. Rëdzoj rastin të gjithë mësuesve, kudo që janë shqiptar, ata që kanë dhënë gjatë kontribut në arsim, ata të cilët edhe tani japin, të uroj festën e 7 marsit. Suksese në arsimin shqip pa fund. Urime dhe juve. A kujtohet si ka qenë dita e parë, si mësues? A ju edhe keni qenë gjenerata e fundit të normalistë, da? Po, ne jemi gjenerata e fundit të vitit 1974-75. Ata normalistët e famshëm, bashkë. Po, shfrytëzoj rastin tash pas e lidhë me festën e 7 marsit. Ne ishëm gjenerata e fundit, tani bëjmë 50 vjetorin e mbarimit të shkollës normale, njëkohësisht edhe normalistat e fundit kemi qenë. Do ta festoni? Po shfrytëzoj rastin t'ju bëj ftesë se po para një javë kemi në shpallë kur do ta mbajmë 50 vjetorin e mbarimit të normales, ajo do të jetë 17 maj, në ora 10 në objektin e ish normales. Do të mundohemi të organizojmë ashtu siç kemi qenë në nxënësën e atë kohë, me improvizuar edhe klasën, edhe pedagogët nëse kanë mbetë dikush në këtë botë. Andaj të gjithë kolegët ku janë anë kanë botës, gjenerata e fundit të normalizëve, i ftoj të bashkangjiten atij eventit shumë të rëndësishëm me datën 17 maj të këtij viti dhe mund 2025. Ato gjenerata të arta, baza e arsimit, e arsimimit didaktiko-pedagogjik. Shqiptar. Shumë e vërtetë. Diçka që absolutisht me i duar të rëndësishme. Tash fillove si normalist më njëherë, se jemi të pyetja atë kujtohet dita e parë. Po atëherë kishte nevojë shkolla shqipe, sidomos në trevat, si quhej kështu në viset rurale, për mësues të normales. E ne po se kemi mbaruar normalen, më njëherë dhe jemi punësuar. Ka qenë viti 1975, kur kom marrë ditarin për herë të parë, në vendlindjen time në fshatin Sharvan. A, në Sharvan, në vendlindje shkove? Në vendlindjen time. Aj, bukur kjo. Bashkë me dorë të fitove këtë. Do shta është vështirë me... A, kishe mbaru shkollën fillore aty? Jo, unë kom pas të farthyrje normalisht, se ne atu ku kemi qenë vendlindje, shkollën e kemi kryer në Seqejo, pas të nga në metë të tërbesh në fshatin Llukar, normalen Prishtinë, por punën e fillova pikërisht në vendlindje,
në Sharban në shkollën e Xhami Mustafa. Tamam po ktheheshit si pishtar. Po ktheheshëm se afërdita përsëri në fshat. Megjithatë ajo ditë është e veçantë, mund të themi. Atë kujtohet si ditë? Shumë mirë më kujtohet. Emocioni veçantë. Më kujtohet edhe ajo fotografia ime, si do të nduken para nxënësve, si do të më presin nxënësit, si do të gjej ato filizet të reja se ishte fati që ishte klasë e parë, dhe për herë të parë ata veç kishin ardhur në shkollë. Më duket për i shoh para syve atë gjenerat, një gjenerat e mrekullueshme, tani veç janë rritë dhe i shoh në për pozita të ndryshme, dhe kjo është krenaria ime, domethënë një ditë plot krenari, plot emocione, por mirë kujtoj shumë, sikur të ishte thuajse dje. E vazhdove shumë vite? Të kam punuar plot 17 vite. 17 vite në vendlidhje. Sa e bukur. 17 gjenerata flasëm mësuesja jetë, më kam mësuar në. Po është e vërtet, normalisht fshatet edhe gjithë aty në Visë ju kemi borxh me dhënat më të mirën. Absolutisht. Kena munduar edhe në fshat me dhënë më të mirën. Edhe ngëzoj se të them atë autoritetin nga gjenerata, sepse sot vërtet jemi edhe kolegën e shumë fusha të përbashkëta, por gjithmonë është kënaqësia ime kur ata vetë rrëfejnë se ti ai që na ke dhënë rrugën, na ke trasuar rrugën dhe jo mundu me dhënë më të mirën të mundshme. Krijohet një përvojë, një ide, shumë punë, shumë që kërkon edhe elokuencë, gjendshmërie, të gjitha përvoja të reja, momente të reja, njeriu mëson gati çdo ditë. Dhe tani nga ky pozicion se të them të vërtetën, nuk e kisha të vështirë t'ju gjeja, po në momentin që kam menduar ta kem një mësues model në ditën e mësuesit të kam pas në plan. E tashi, në këto vite krejt, e ke kriju një ide, mësuesia, a është mision, është pasion, është punë? A jem besoj që ju e dini vetë në plot gati 46 vite kam punuar. Në për shkolla, rreth 20 viteve kam qenë mësimdhënës, drejt për drejt në klasë më nxënës, po pjesën tjetër karrierës e kam pas në udhëheqje dhe menaxhim shkolla. Këto 3 elemente janë të pandara. Misioni, pasioni dhe puna janë vërtet të lidhura. Misioni është i shenjtë, gjithmonë kanë thënë se misioni mësuesit është i shenjtë dhe vërtet i shenjtë. Uroj të mbetet gjithmonë i shenjtë. Pasioni është ata që e duan me zemër dhe me shpirt profesionin e mësuesit, absolutisht nuk ju mungojnë rezultatet kur. Kjo ka treguar edhe eksperjenca përvoja ime. Dhe këto zbërthejnë në punë, që puna jep rezultate më mirë është kur ne i shohim nxënësat tonë me sukseset mëdha në çaj është ai, si më thon, ajo fabrika jonë e dijes që kemi dhënë për të tjerët, dhe tash ata shërbejnë me të. Kjo është kënaqësi dhe krenari për mua. Mësuesja jetë, dikush thot se mësimdhënia është edhe art, po të tillë e bën veç mësuesi. Në këtë moment, normalisht, nuk dua të apostrofoj mësuesit me të mirë e jo të mirë. Mësuesi mbetet i shenjtë, ashtu që është edhe misioni i tyre i shenjtë. Po vërtet është art. Por kur bëhet art në vlera edhe profesionale, edhe njerëzore, edhe kulturore, ku gërsheton, atëherë kur mësuesi është gjithmonë i përgatitur dhe jep më të mirën të mundshme para nxënësve, për atë çka din dhe nuk kursen as kohën, as mundën, as dijen, e bën mësimin vërtet art, në mënyrën më atraktive, me metoda, me teknika, kështu që e bën ambientin jashtë për nxënësin dhe nxënësin do ta bëj çaj ti duket larg nga dita në ditë të kthehet në klasë. Këtu është ajo pika më e lartë e artit kur mësuesi jep nga vetvetja dhe nxënësit e bëjnë mësuesin pjesë të jetës kudo që janë. Cila është maksima jote e të jetuarit e të vepruarit si mësues? Apo më mirë me thjeshtu pak, cila ka qenë ajo maksima me të cilën si mësues e keni çdo ditë mësimdhënjeje? Po mësuesi detyrim e ka edhe profesional mbi gjitha edhe ligjor të jetë sa më mirë përgatitur për shkollë në punë. Për mua, po them personalisht, nuk e veçoj asnjë ditë që ma ka unë Zote edhe shëndetin e të mirën edhe të ngrihem me një ofsham se nuk po më shkohet në punë. Por mu ka dukt larg të nisem për punë. Edhe kjo ka qenë një disiplinë vete,
e the me krenari se kam me që shoke na njofin edhe mësusja e vazë të tjerë, po përmeni edhe shëzerasin të përshëndetje të uroj 7 martën nga ky moment, që për mua ka qenë me shkuar spaku 20 minuta për para në shkollë, e jo 1 minutë pasit. Me shumë dashuri, me shumë pasion. Ushqimi më i mirë ka qenë për mua që ditën me kum marrë mirë, dhe jam dije mirë, kur i kum pritë nxënësit me një buzëqeshje urdhroni, se sot po fillojmë një ditë re, me dije të reja, me mësime të reja dhe kështu. Kjo është një përgjësi, të them, edhe profesionale ligjore. Andaj edhe shumë kolegë ju këmë thane, ta mendojmë se nëse shkolla i ka 1000 nxënës, 1200 qelen sot, kanë marrë vetëm të një dere. Cila dere sa jo, shkollës. Andaj, 1200 qelen. Unë e mora simbolikisht numrin, unë e kum pasën në... Edhe vinë në një derë, Me që një derë quhet vinë. shkollë. Sa se- bukur ne ke thonë, kjo... E marrë numrin dhe në lajt din 1969 zonë se kum lanë shkollën. 1000... E llogaritë simbolikisht 1969 dyër janë qelë për çdo ditë për me artë ajo derë është dera e shkollës. Ja ku është përgjegjësia jonë, edhe profesionale, edhe njerëzore. Dhe shumë herë më shpreh edhe me gjuhën i kemi amanet, edhe për Zotit, por edhe për prindve që këta fëmijë të edukojmë, të arsimojmë në mënyrën më të mirë. Prandaj kjo ka qenë ajo maksimumi im që jam munduar vetëm me qenë i disiplinuar në punë, për t'ju dhënë shembull tjerëve, pastaj për të pasur të drejtë me kërkuar nga të tjerët. Edhe prej Zotit edhe prej njerit, na ke thonë fort bukur mësusja jetë, më thonë që të më thonë mësusja jetë sonte. Për shkak se të gjithë ata që të njohin e dinë që je profesor, edhe që për vite të tëra ke qenë drejtor jo i privilegjit, po drejtor i punës, dhe është diskutu në Prishtinën tonë që nëse don me kry punën qysh duhet në një shkollë që nëse ka dhe probleme, çoje mësuesin a jetë brajshtorin. Absolutisht, Jo, për mua është respekti më i madh. Normalisht na thon emrin mësues dhe më thirr mësues. Kam qenë mësues, asa kam mujtë me dhënë kontribut. I falem edhe prindit tim që në moshën gjithsesi në klasën e 5 me ka orientuar që unë do të jem mësues një ditë. Jemi munduar m'ja kthyer në vepra të mira nga kandi mësuesit dhe do të jem mësues të jetën. Por edhe nëse Zoti që se jep, po të më jap edhe një jetë, nuk do ta ndryshoj. Përsëri do të filloj me punën e mësuesit. Përsëri do të ishe mësues. Përsëri mësues. Pesha e mësuesit dhe pesha e qiellit thonë nuk matet në asnjë mënyrë. Me këtë peshë që e ke si rezultati punës tonë, i fisnikrisë tonë dhe kështu jetësore. Më falë që po të flasë kështu, po kështu të njohin, edhe kështu të njohin ata që kanë kalu në për si e ndjenë sot ky mësues aq i dashur dhe punëtor, a jetë brejshori. 46 vite thata? 46 vite drejt për drejt punë me nxënës, me staf, me shkollë, pa ndërprerje. Me menaxhim, me arsim, me pedagogji, me didaktik. Edhe herë po them puna e mësuesit sa është e vlefshme, nuk ka që mat. Nuk ka që mat. Megjithatë në etapa të ndryshme arsimin shqip ne e dim se si ka kaluar. Edhe unë i përgëzoj të gjithë ata të cilët përkundër aty në sakrificave dhe okupimit klasik dhe ndjekjeve, përsekutimeve, burgosjeve kanë qëndruar mësuesit me kokën lart për ta mbajtur gjallë arsimin shqip në Kosovë. Me heroizëm thjesht. Mirë, po mendoj që nuk i jepet tretmani apo ajo vlerësimi sa meriton mësuesi. Nuk du t'i akuzoj as qeverit, por duhet t'ju tërheq vërejtjen që nëse dojnë ata kemi një arsim të shëndetshëm, do të investojmë në arsim. Arsimi të gjitha thonë është primar i kësaj qeverie, mirë po në realitetin nga eksperienca ime nuk ka dalë bashkë ashtu. Ka ndryshime pozitive, mirë po mësuesi meriton ende më shumë, sepse mësuesit duhet me lënë vetëm me profesionin e mësuesit. Me kërkuar punë vazhdimisht, me bërë vlerësimin e performancës, thuje se çdo vit, me mbështet në ngritjen profesionale të vazhdueshme se mësuesi do të më qenë gjithmonë nxënës. Për të pas suksese mësuesi do të më qenë nxënës që nën kupton zhvillimet janë qaq mëdha edhe ekonomike edhe shkencore në botë që mësuesi nëse nuk lexon mbetet edhe mbrapa. Prandaj duhet më qenë nxënës gjithmonë që
Të gjitha këto ti plason të përcjell deri te nxënësit e tyre apo të brezit që kanë në edukim dhe në arsimim. Je përgatit çdo ditë para se të shkosh me të dhënat e reja, me të arriturat e reja, Mendoj që po, mendoj se jemi në rrjedhë ende, unë edhe pse dola në penzion tash i kam bë 4 vite para 2-3 ditë me datën 25 shkurt. Pse mësuesja jetë fjalype me dalë në pension ka herë djali i ri. Po vitet të më qëtën, jo shoqënia nuk më qiti, se më kërkoj përsëri. E që unë besoj që s'ke dalë. I nevojë, tha ende. Besoj që si jetë pensionu. Jo, në atë aspektin penzion nuk po e shoh, se po kam angazhime ende edhe pikërisht në fushën e arsimit, mirë po i shoh ndryshimet. I shoh edhe në të kaluarën, në lerën e mësuesit, në peshën e mësuesit, e shoh edhe sot, e shoh edhe trajtimi si i bëhet, e shoh edhe respekti si i bëhet, edhe nga institucionet, edhe nga prindet, edhe nga nxënësit, nuk është fort lakmore. Përpara mësuesi ka pas një respekt jashtëzakonshëm dhe ka qenë idol i kombit, i komunitetit, i institucioneve, kur mësuesi ka folë, fjala e tij vërtet ka pas peshë. A duhet mësuesi sot edhe këtyre qeverive që ndërrohen, shkojnë e vinë, m'ja u spjegu këtë se nashta nuk e din? Po mendoj që nuk janë që nuk i din, më farë kështu, mos të bëjmë një farë bisede replike, por i din, por nuk dojnë me bërë. Po nuk duan? Këtu nuk dojnë. Nuk duan. E kjo udhëheq arsimin, edhe shkollën, edhe si mësues, edhe si udhëheq, ekzekutiv, drejtor, në vitet tepër të rënda, tepër të vështira. Bile shkolla Zenel Hajdini ka qenë ajo veni, ajo bërthoma, ku gjithçka kombëtare është zhvilluar aty, me plot vështirësi. Krejt ato i keni bartë edhe në kurrizin tuaj, me shumë vizita nga policia, nga dhuna e kështu, por s'keni resht së punuari. Bile në kushte tepër të rënda, keni nxjerrë edhe revista, keni bërë edhe programe artistike, si kujton ato kohë? A im po të them sinqerisht se me kjo edhe jetës e shtëpisë po më prek në emocione se do të mundona të përmbahem, sepse për mua thashtë dhe njërë arsimi ka qenë detyrë kombëtare. Ka njerë të me akon vendosë një guralec, se jo guri, por guralec, me ndihmu këti arsimit në këtë gjysmë shekulle, e bëj një vetë vlerësim në vetë vetës që kam të drejtët të tjere, pas taj t'ju them. Në vitet e 90 kanë qenë vitet më të rënda për arsimin shqip, por kemi qenë shembull në tërë botën çështje kemi organizuar arsimin shqip. E ja, Nuk e ka bërë vetëm Ajiti, por e kanë me bërë kolektivisht dhe i falenderoj edhe nga kjo studio juve, që më dha rastin të falenderoj, të filluar nga vetë stafet e gjithë mësimdhënësve që kanë punuar, që kemi pasur rreth 22.840 mësimdhënës me një armatë të tërë në krejt Kosovë. Një armatë, gjitha nivele po flas. Pastaj mrapa kemi pas komunitetin e prindërve që na kanë qëndruar afër. Edhe më vonë normalisht i kemi bashku gjitha forcat edhe nxënësit edhe të gjithë dhe kemi arritur me zhvilluar arsimin shqip. Me modesti po e them, ajo është periudha kur ne i kemi prit edhe burgoqjet, edhe arrestimet, edhe me mua ka ndodhur në ditën e dytë, pasi që më bë drejtor Zenel Hajdin, jam arrestu, nuk du me ma marrë këto për lavdat kërkush, por e ka qenë edhe një 3 herë me vonë. Por e që ka qenë me shenjtë është 27 nëntori vitit 1997, kur në pranitën nxënësve, të institucioneve, të organizatave ndryshme, pesa të fëmijëve të mi që kanë qenë aty, jam arrestuar, por nuk na kanë dalë, sepse kemi pas një obligim kombëtar me zhvilluar arsimin. Nëse i kthemi 7 marsit, derisa e marrë Zenel Hajdin, 7 marsin e kemi ditë vetëm si ditë e mësuesit. Por të falenderu këj stafin asaj shkolle, normalisht dhe ne ideje tona, për kundër rrezikut, ne kemi arritur me festuar çdo vit 7 mars. Për të isaj, kemi nxjerrë edhe revistën 7 mars. Për ata edhe jo për fjalë edhe për lavdat, por për të dëshmuar se në atë kohë ne kemi nxjerrur revistën Lulkuqet, e pikërisht me datën 7 mars, me datën 28 nëntor, me datën 24 maj, kur dita e shkollës,
vazhdimisht kemi nxjerrë revista, por në veçanti kemi kushtuar edhe ditës së 7 marsit. Ditës së 7 marsit. Po. Me radhë, në për vite, Po, i morave simbolikisht këto se në çdo vit e kemi marrë dhe kemi organizuar sa programe bukur që ke arriti ruash, e ti mbrosh se pastaj edhe shkolla Zenel Hajdini, edhe shtëpia tuaj janë bo rrafsh në kohën e luftës, po sa bukur që ke mbri që ti kemi absolutisht në arhivat tona sa të jemi mundësisht të vëdishëm ti ruajmë gjërat. Me lejon këtu, do ta shkputi edhe një detaj që është shumë rëndësishëm. Ishëm në luftë dhe unë kisha një frikë që në fund do të digjer shkolla. Sa në kanë Kosovës, neve që pamë situatën. Po digjen shkollat. Dhe vëmendjen e kisha të dokumentacione. Falenderoj dy punëtorë teknik, të cilët me 18 maj të vitit 1999, në orët e hershme të mëngjesit, kemi shkuar dhe kemi hjek krejt dokumentacionin e shkollës. Në maj? Luftë ende. Po lufta Ti ishte. e din gjendjen e shkollës teknike, rreth e përshark e banuar. Shku bashkë me ata? Po. Edhe hyti legalisht? Me Aslanin edhe me Ismailin, tu t'ja përmend emrat, se ka qenë një trimëri e madhe tyre, edhe një përkraje shumë e madhe mrapa me, se gjithçka ka mujt me përfunduar keq me keq. Mirë, po kemi këtë arkivin dhe kemi vendosur me një vend që veç nëse edhe e shkullin me mjete teknike se për zjarë veç e garantuam. Dhe pas luftës më nere kemi sistemu dhe nuk e mora atë artikull, se kam një artikull kur shkruhet në shkollën Zenel Hajdini u ruajti tërë dokumentacioni, falë aty në përshëntore. Në ditët më të vështira, më të rënda. 18 maj i vitit 1999 ka qenë. Sepse na veç praktikisht pas 20 ditësh ishim të Po, lirë. tani erdhe liria. Çfarë fati i mirë, profesor? Shumë. E jashtëzakonshme. Sa janë aty dokumentacioni, prej themelimit shkollës vitin 1964, i tërë dokumentacioni është në arkivin e shkollës. 10 herë thjesht i arrestuar e i ndjekur mësuesi. Çfarë fati si? Filloi me pandelisotirin edhe këta mësuesa tanë deri në ditët e lirisë, vërtet keni hes të zitë ullirit dhe absolutisht për mua, po e mendoj që edhe për kombin shqiptar, vleni si herojt e arsimit, herojt e kombit, të gjallë e jo të gjallë. Faleminderit shumë. Po ke përjetu ditë të rënda, ditë të vështira, cila ka qenë dita më e rëndë? Nëse do të thonim njëra nga ditët, përveç tyre ditëve kur ja arrestu dhe torturuar. Ato do të amnistoj, nuk do të flas për atë epizod, ato raste, se ka qenë obligim kombëtar dhe unë dashta veç me treguar se vetë përmendet dashta të jenë korrekt në ndaj pyetjes sa kanë qenë. S'kam qenë vetëm unë. Kemi mësimdhanë të cilët nuk i kemi në mesin tonë për shkak të vrasjes së burgosjes. Kemi pasur rastin në Zenel Hajdin kur arsimtari Ferez Blakçori mbrana 24 orë nga torturat në janarin e vitit 1997 ka shkuar dhe kjo imja ka qenë shumë simbolike, po dashta me thonë përkundër gjitha këtyre ne kemi bajt edhe arsimin dhe kemi zhvillu aktivitetet që tash, plus kemi nxjerrë edhe revista që i kemi shtyp me makina, se të kishen teknologjia sotet pak më ndryshe, kështu që i falenderoj gjithë stafin të cilët ka qenë pranë meje. Me vetë kontribut janë bë me ndihmën me prindër, e dikujt me prindër kryesisht dhe mirë, po kisha me thonë do t'i veçojnë dashta ma të mirat njëre pak, dhe pse nuk muj me i përfshi shumë. Dita e veçantë e imja, që kom ndije vetën shumë përgjeshëm, ka qenë dita e parë e fillimit karrierës time, vitin 1975, një djali i moshës 19 vjeçare veç, që ku marrë detarin. Para prakisht si kur nëzanë se që vjen klasën e parë dhe imaginon mësusin më të mirin. Dhe thotë, mësusi im është me i devashëm, me i mirë si figurë. E unë më ndojsha vetën kur të marrë detarën si të dukem, si të t'ja të hapat e parë në klasë dhe të di, t'ja u marrë me njëre shpirtin aty në fëmijë dhe t'ja u kthej puseshen edhe. Kjo ka qenë një moment shumë... Krejt përgatitit, po e vështirë shumë se në klasë parë. Po ishte klasa parë. Një moment tjetër do t'a veçoja, përkundër që ka shumë të mira. Do t'a veçoja binjakëzimin në shkollën Zenel Hajdini, me shkollën Kongresi Lunshës në Tiranë. Një dëshirë, një ëndër e pritur gjatë. Mua, në këtë fushën që ka qenë, është janë data 5 qershor,
Me data e mirë në e mende ala, po i ma e mende. Data 5 hershori vitit 2000, kur në kam shkuar me bërë binjakzim, apo vllazërim me mirë, themi në gjuhën tonë, ndoshta për dikon ka qenë pak se pa besueshme, se ëndër. Për mu ishte hera parë që po shkeli tokën e Shqipërisë. Falenderoj edhe prindin Adem Gashi që ka qenë drejtori i aeroportit asaj kohe dhe kishte antar i Këshillit Prindëror në shkollën Zën e Lajdini. E kishte djalin në klasën e 8. Edhe kur morë vesh, unë po të përgëzoj për idenë. Kjo është diçka kulminante, por edhe shpenzimet e aeroplanit unë do të hiq. Ajo është Adem Gashi. Që unë nuk isha, ajo është befasi për mua, por këtu e falenderoj edhe nga këtu se prindrit i kum pas krah të punës. Në çdo moment kam pas prind që deri në ora 2 natës nëse ka pas nevojë kanë qëndruar. Ai ishte një moment shumë i rëndësishëm edhe shumë i gëzuar, por më shumë tani e plotësoj kur mësuesen Fishreti Çoku në vitin 2004 kemi shpallë mësuesen Derit shkollën Zën e Lajdini. E do ta përshëndesim. Kur ka ora e për herë parë, ne në mënyrën tonë i munduar me organizu, kemi dalë me nëzansë në aeroport, pastaj në shkollë, kemi organizuar aktivitete. Ajo ka qenë sa kënaqësi, kanë qenë edhe emocione që me vite kemi prit, sepse vëllezër tanë, motra tona, janë këto dy momente po i shkputi nga ajo, në karrierën time ka momente shumë të lumtura dhe e fundit ka qenë kur në vitin 2000 unë isha drejtor në shkollën Zën e Lajdini me ardhëndime me Kalune Ahmet Gash, objekti i cili ishte sinonim i Prishtinës, që ne njohëm edhe tash shkolla teknike, ishin marrë disa vendime për të rënuar e për ku ta diun. Kështu që edhe të ndiem edhe me krenaria thëmë që në dy kushte i kum pas kur jam bartë, ose gjithsesi kur jam ardhur, njëna ka qenë me dikush atë në teknik, një zavendësim që unë e preferoj, edhe dyta objektin nuk ka mjete për të arzuar objektin, sepse është ambleme Prishtinës, e na nefshëm. Shkolla cila në vitin 1946 në njerën studion e juaj e kum prezentu ato me aditarin e parë, po të kujtohet sigurisht, shumë e bukur. Edhe tani që objekti është, normalisht ka qenë një përpjekje ime, i falenderoj edhe ekipet që i kam vlerësuar se objektin nuk është për rënim, por do në renovim. Dhe vitin e kaluar është bërë renovimi komplet nga ambasada amerikane që në kohën time kom lënë marrëveshjen e nënshkruar 950.000 euro, në verën e kaluar është bërë komplet renovimi. Atë kohën tuaj e ndrejshëm me amerikanët, ha? Pra që kohës sapata mrena një viti, në ambasadën amerikane marrëveshjen dhe kanë thënë se në vitin 2023 u realizu sot është. Shkolla embleme Prishtinës. Ka qenë një moment që jam ndije shumë mirë që është objektiva ime u realizu mbi gjitha sa në një moment kom thënë nëse ajo shkollë nuk bën për mësim që për mua është e papranueshme, se nuk ka pse mos më bërë, do ta lëm muzej arsimor për komunën e Prishtinës, kurse me rënuar nuk. Sepse e meriton. Arrënimi të vriste, ha? 7 vite shumë. 7 vite ka prodhuar njerëz të dijes, të shkencës, të luftës, të gjakut, të demonstratave që aty janë organizuar në nxënësit. Por ja kështu dikush mendon edhe jo mirë, megjithatë sot ndihem shumë mirë dhe i lumtur se objekti është aty. Ma ke marrë pyetjen e ardhshme se kum pas cilla pas kanë qenë sa bukur më profesor që në jetën tuaj e tonën goxha të vështirë deri para 25 vjetëve, vërtet shumë të vështirë. Në kuadër të asaj optimizmit madh, dashurisë madhe për lirinë, kur si kemi parë rreziqet, edhe flasim për ditët më të bukura që na lidhin me emocionin, siç është emocioni i binjakëzimit në shkollë Tiranë edhe në shkollën Prishtinë. Këtu i morra një tregtire përmenda revistave janë që nisën nga pyetjet për momentet më të lumtura që me i faktizuar se kur kena marrë mësuesen Fishreti dhe kemi organizuar edhe programe të ndryshme, janë përmenda, ndoshta nuk ka nevojë mi shpalos, por janë dokumentet e shkruara që ja kam lënë edhe shkollës edhe tash i kam në bibliotekën time dhe të latë. Edhe ata i kanë arkiven e tyre. Kanë arkiven. Edhe ky binjakëzim, diçka që e kishim dëshiru, sepse tash dëshet e s'dëshet familja juaj në kalvarin e burgosjeve krejt për shkak të rezistencës edhe në luftës, pe quajmë luftë, se luftë është
Çdo qasje e jonja ka qenë një luftë për ekzistencë. Dhe në lufta për ekzistencë na ka bërë që një ditë ta finalizojmë edhe luftën për liri dhe shoqëri që e mbërrim. Edhe familja e njohur që keni kaluar në për ato kazamate, në për dhe krejt brenda aty në vështërsive e atij kalvari mësuesi i ka ditët më të bukura se e lidhin me gjithçka kombëtare. Faleminderit. Që kaluar edhe në për vështërsitë të ndryshme, po dhe në vështërsitë të asaj për të depërtuar mendimi juaj konkret në reformat në arsim. Sa ke mujt, sa ke qenë i kënaqur, a je i kënaqur me këto reformat që kanë ndodhur në vitet të pas luftës në Republikën tonë? Na jemi pyetjen po shtron që nuk muj me u largu nga vetvetja, por nuk du me e kthye këtë misionin në anën personale, veç për mos më kesh kuptu para te dhe audiencë. Ja, emisioni sot e kam mësuesin a jetë me na fol për veten e tij, për punën e tij, emocionet e tij, rrugtimin e tij, synimet e tij, kështu që krejt jeni ju. Asgjë nuk jetë duke personalizuar. Shumë faleminderit, po unë vizionin tim edhe si mësues, po dhe si udhëheqës kum pas zhvillimin e shkollës me standarde bashkëkohore. Në qyrë në vitin 1998, unë falë organizatave të huja jam kyç në trajnimin e vetvetes për të zhvilluar shkollën me standarde bashkëkohore. Dhe krejt një uri që i ku marrën nga ato trajnime, jam munduar me njëherë mi zbatun shkollën. Detyra ime ka qenë që kolektivin të afrej rrëdh vete dhe të tregoj çka kena me bërë se do të ndryshojmë. E thatë ju me herët, vërtet shkolla Zën e Ladini ka qenë vitet të 90-ta universitet, shkolla e mesme, shkollë fillore, qendër humanitare, qendër politike, qendër ushtarake, qendër komunitetit përënde. Shka jo? Për shka? Vetëm për lirinë e Kosovës. Edhe me vjen mirë që kom qenë barë atyre, mund të them edhe i pari, por jo që i kom kry vetë, i kom kry me të gjithë, por dikush do të me qenë timonier i parë, dhe unë pata fatin t'jem. Kështu që të gjitha ato jemi munduar me i kthyer vërtet me standarde shkollës bashkëkohore. Pas luftës, erdhen edhe disa ndryshime, reforma. Reforma nuk nënkupton zhvillimin e shkollës vetëm në një segment. Nuk është reformë vetëm ta ndërtojmë shkollën. Ajo është krijimi i hapësirës. Marrë standardet bashkëkohore, një nxënës duhet të ketë 1.8 deri në 2.2 metra katrore mbrana objektit shkollës. Por ato duhet ta përcjellën edhe shumë para përgatitje tjera. Duhet të bëjmë trajnimin e mësimdhënësve. Kurrikulat të përpunojnë në bazë të specifikave të vetit, jo të marrim kurrikula shablon edhe të përkthejmë edhe nuk përputhet me realitetin e zhvillimit të fëmijëve tanë, të komunitetit, rrethit, pastaj edhe të kushteve që kemi në shkollë. Duke pas parasysh ato, mendoj që reformën pak e kemi nisë si keq. Kur e thom këtu, e kum thonë edhe në debate tjera kur kum qenë në prezantime, sepse është dashur në 2 segmente me shkuar edhe korniza kurrikulës Kosovës bashkarisht me tekstet mësimore edhe me trajnimin e mësimdhënësve për aplikimin e teknika dhe metoda se si duhet të zhvillohet kurrikula. Këtu ne kemi nisë me kurrikulën, tekstet nuk e kemi pas askund, sot nuk e kemi edhe të shkollat profesionale as në tekst nuk e kanë, duhet me zbatu kurrikulën, por trajnimin e mësimdhënësve kemi filluar pak me vonesë. Që kemi pas në thyrë në raport me eksperiencën time sa di, mendoj që kemi mujt me hecë me hapa më të mirë, më shëndetshëm, me zonë hapën me u fuq sa më shpejt në familjen e madhe të shkolla bashkëkohore, por ndita ditës gjëra tash po korrigjohen dhe po shkojmë drejt asaj rrugë. Sa optimist je, heci mirë apo? Patjetër. Po pse po kalojmë keq në PISA? Ne në garën e PISA-s nuk është dashur me hyj pak edhe një 30 vite. Nuk është dashur. E kemi pranuar në vitin 2015 hyrje në garën e PISA-s fare pa përgatitur.
nga niveli lartë e deri të këndzancit që ata kanë qenë më të papajshme. Është përfshi mosha 15 vjeçare fëmijëve, kur fëmijët kanë ardhur nga shkollat fillore në shkollën e mesme. Kanë ardhur nga shkollat të ndryshme me përgatitje të ndryshme, sa të peshat nuk janë njësoj nga shkolla në shkollë ndryshojnë, se janë kriteret të ndryshme. Janë kriteret të mësimdhënësve si kanë notuar, pastaj ajo përgatitje nuk ka qenë e duhur dhe mjaftueshme për të hyrë në garë. Testi PISA-s kryesisht shkon me aktivitete e zhvillimit të shkallësive të buta të fëmijëve. Që ne veç tash kemi filluar me i prek ato. Në atë kohë, ndoshta dikush e ka ditë nocionin, ndoshta dikush se ka ditë, mos flas fare që s'jam përgatitur nxënësit. Aq më shumë, edhe vetë ne sim mëdhëse, si mëdhës po akuzoj asken, kemi thënë hajt shkruani diçka çka të, se kemi ditë peshën çka është. Putesh ti në garën e sa shtete kur që 30 vite e kanë kaluar më shumë testin në kuadër të klasës, e të shkollës, e të komunës, pastaj të shtetit, edhe më vonë kanë dalë jashtë shtetit. Ne kemi hyrë në garë me ato shkolla që bëjnë që 30 vjet testin. Edhe ne kemi shkuar Edhe direkt. për ata jemi ku jemi. Një jetë të tërë në arsim, familja nuk e kanë pas baslet me të supërtu. Zonja ju e nderuar nuk e ka pas fort let. Po normalisht Se jemi në 8 mars, edhe dojna mja uru 8 marsin zonjes tuaj, po dhe mja qajt halët, që ka hek me ty. Unë e falenderoj dhe familjen e ngushtë dhe gjerë, dhe pse kemi vepruar në kohë kur kemi qenë të okupuar si popull, por familje tonë shumë dhe kisha dhe vllaun burgosur normalisht e njef edhe satën edhe gjithmonë. E sa brajshorin, regjisorin, profesorin e nderuar, e kam taku një ditë i kom thonë sa fat ke pas që shkove në Zarë, të Arbresht, se di ku i flenë shpirti, e që e përshëndesin shumë, që përkundër gjitha atyre, përkundër edhe rrezikut që e thamë më herët nga okupatori, më ka kuptuar drejt edhe familja dhe shoqen e falenderoj shumë për durimin që ka pas, se unë nuk i kum pas 8 orë punë. Me vjen keq që thom me modesti, por minimumi, këtu bile lexohen një intervistë kur është bërë me mua nga nxënësi im, edhe tash kanë arritët një Anita Saitën e kam bashkë punoj me drejtorinë e mirëqenies, është kënaqësi kur ajo më ka intervistu mu në shkollën kur ka qenë nxënëse, këtu është ai kënaqësia ime, kur sot bashkëpunojmë bashkë. Po kur i takoj të profesionalizuar, të arsimuar. Në mesin e gjitha pyetjeve ishte sa po të nevojitet kohë me përballë gjithë këtë angazhim, këtë aktivitet që shkolla dhe në Ladinë është bërë qendër e gjithë aktiviteteve kombëtare. Edhe normalisht, edhe aty e kisha thonë, dhe po them edhe tash, puna ditore ime ka qenë minimum edhe ato. Kështu që s'kum pas orar, kështu që edhe shoqja edhe fëmija janë pajtuar, thash minimum. Kështu që janë pajtuar. I falenderoj shumë edhe për durimin që kam pasur, ndoshta se kam më të mirën të mundshme për familje, se kam pas obligime për arsimin, për shkollën, për çështjen kombëtare, por megjithatë unë i falenderoj. Unë duhet ta trokasim, po kime na thonë si e quajnë që ti themi zoni nderuar, po të përshëndesim. Me kënaqësi, direkt. Uroni jo, unë mbrapa juve. Gjitha në gjitha Sa fëmijë keni në zonën tuaj? 5 fëmijë. Djemë e vajza? 3 vajza, 2 djemë. 3 vajza, 2 djemë. A kanë shku rrugës tënde, apo kanë zgjedhur rrugë të ndryshme? Falenderoj, vajzën e madhe kemi mjekë. 2 djemë të kanë mbaruar DIF-in, o djali i madh punon televizionin T7 në skemen programore. Djali i dytë është profesor edukatës fizike, punon profesionin e babit. Po është dhe vajzën e dytë e kam mësuese, punon profesionin e babit. Mja dy, dhe që paske tërheq në... Vajzën e vogël e kam juriste, tash kam mbaruar edhe provimin e jurisprudencës, ajo pak është dalluar nga drejtimi, se ne ma shumë drejtime shoqërore, jo juridike, megjithatë ka pas dëshirë, qysh nga shkolla fillore, por me punë ka arrit dhe kështu. Çfarë temash dominojnë në bisedat tuaja të mbrëmjes, po famë mblidheni në darkë dhe... Thonë të drejtën, po e them pak me vllazni çka, se ne ka herë bëjmë ka një... Për me vllazni politika. E di, Bexhet Brajshori nderuar, ish ministrin ton, profesorin e fakultetit e përshëndesim
shumë. A keni edhe një tjetër shumë se një? E keni edhe një anë më së di. Jo, i kemi. Ne jemi 6 vllazën e një motër. 6 vllazën e një motër, që ta! E tema politike. Në vllazën thuaj se po nga njerë kalojmë në tema familjare, me shaka, ku të di. Kemi një vllaz të tretë, na më shumë na bën humor. Ato kemi më shumë na relaksu. Me sjell batuta, me sjell gjërat. Se mirë, po edhe me fëmijë, gjithsesi me familje, nuk janë ashkalojmë, po më shumë i orientojmë profesione. Mundohemi edukuar në përgjegjësinë që kanë për detyrën që kanë arrit, me punën e tyre, me përkrajën tonë, me shkollimin, që të rrim besnik punës edhe të bëjnë punën me nderë, sepse puna e ndershme të jap horizonte gjithmonë. Mund kjo është ajo tema kryesore, normalisht edhe të arritur atë çka si çdo familje ka dëshkojmë se do të ecë me kështu me radhë. Mësuesit e këne është respektuar dikur shumë. Nuk është se nuk respektuat edhe sot, sepse në mendje në shpirt e thash e kemi në ndërdije që pesha e qiellit edhe mësuesit nuk matën dot. Po gjatë krejt kësaj pune, me shumë dashurie, me pasion, na thani gjatë bukur që e prisja me padurim me nxezin që të shkoj në punë për të edukuar brezat e ri, edhe mësuesit nuk janë shquar për të mira materiale, për rrogat mira, i ke thënë vetes ndonjëherë që duat ndroj rrugë, duat kaloj dikun tjetër për një jetë më të mirë. A ke pas në zhgënim të rastit, të qastit, të momentit? Po a them me sinceritetin më të lartë, njerëzor, edhe si pedagog, kur njeri nuk më ka shkuar mendja të ndroj profesionin përkundër gjendjes çfarë ka kaluar mësuesi edhe ekonomike edhe me çështje tjera të sigurisë. Kur njëherë, tash edhe më herët, po të më jap Zoti edhe një jetë, unë do ta filloj përsërimin profesionit. A kemi gjërë për arsimin uraj, e vlerësojnë nxënësit, prindrit, institucionet, ne të vlerësojnë. Megjithatë nuk jam i pavlerësuar, përsëri me modesti, po them, kur nda për herë të parë, Mirnjoja, drejtori me i dalluar, mu ka nda mua në vitin 2005, këtu e keni në revista dhe kur është nda dhe kështu që... Kjo më ka dhënë ende... Ajo gjenerata juaj, shkollën Zenel Hajdini që ka qenë e vërtet, nga shkollën me problemet më të mëdha, e keni kthyer në shkollën më të mirë në Kosovë në momentet caktuara dhe me thënë drejtën të gjithë jemi lumturuar dhe ju përgëzojmë edhe sot dhe tonë jetën juve dhe gjithë stafin tuaj ta Faleminderit. Po sot mësuesi në ditën e tij kur na ja urojmë të gjithë do ta ketë edhe ai vetë një urim. Cili do të ishte urimi jot sot për gjenerata, për Kosovën, për këtë vend që në realitet me jetë e me vepër e ke tregu se e don shumë. E don pa hile, edhe për këtë gjë edhe unë po të thamë shumë faleminderit mësuesja jetë. Faleminderit shumë ne. Fillimisht kisha me bo thirrje institucioneve që të bëjnë më të mirën të mundshme që arsimin e vërtet e kanë prioritet. Në zhvillimin më të mirë dhe të hyjë me meritat dhe zhvillimin e arsimit në familjen e madhe të arsimit bashkëkohor. Lidhur me këtë bëja thirrje që të krijojnë kushte sa më të mira për mësuesit që mësuesit me pasë vetëm detyrën e mësuesit. Sepse ne kemi raste, kom pasën kolektive dhe që mësuesi ka kryer orarin mësimor, por nga nevoja për të mbajtur familjen dashur më marrë dhe me punë të tjera. Ende jemi nuk është as një punë e keqe për të bërë, të i përjashtu me vjellë, ku ta diun, por punë e mundit e ndjersës e ka mrekullin e vetë. Por mësuesi e ka një, se me tha, një thedër ndryshe të veshën, edhe ashtu duhet me ruajt vetëm atë thedrën e mësuesit. Këte e bojnë vetëm institucionet. Këte kom thirrje paraprakisht, uroj me në ndëgju edhe institucionet, uroj që shkollat t'i kthejmë në kampanjet fuqishme të dijes, tempull të fuqishëm të dijes, por jo me ndikimin politik, por me autonominë e plotë të shkollës, me udhëheqje të fuqishme, se Michael Fallon thot nuk ka shkollë të mirë pa drejtor të mirë dhe drejtor me vizion dhe guxim. Me zgjedh vërtet udhëheqësit e shkollës të merituar, me lënë autonomi që ata me udhëheq shkollën
edhe normalisht me kërku llogari prej tyre dhe mja bo performancën nëse është nevoja edhe mujore dhe vjetore. Në këtë mënyrë do të krijojmë ne, mendoj, staf të qëndrueshëm të mësuesve të mirë, të cilët do të marrin me përgjegjësi të lartë edhe punën për ta bërë. Edhe në këtë mënyrë ju bëj thirrje të gjithë mësuesve, uroj edhe një herë 7 martën festën më të veçantë për mësuesit, që prioritet pas e kam pranuar detyrën e mësuesit të japin punës me nxënës në mësimdhënie dhe mësimdhënie. Të japin më të mirën të mundshme, por të jenë edhe zëri fuqishëm për të kërkuar për kushte edhe të tyre, edhe të nxënësve, edhe të vetë shkollës. Urime mësues 7 mars. Urime të gjithë, urime juve. Në Japoni e kam dëgjuar që në nivel të mbretit kanë në ndërdije respektin edhe qasjen ndaj mësuesit. Faleminderit shumë që na ju dhësonte në këtë natë feste. Në një festë që absolutisht unë e llogaris në jetën time ndër më të bukurat, më lidh emocioni për arsimin, për arsimtarët, për mësuesit që na dhanë, na japin e do të na japin dije. Dhe duke ju pas juve, besoni njeriu krijon bindjen absolutisht që vërtet qenë ka ky mësuesi që e pas ka pasion, punë e mbi të gjitha në ball mision detyrën e tij. Shumë faleminderit që ishe me ne. Na jam faleminderit shumë që në rastin festën më të veçuar të mësuesit, jam mysafir. Përshëndetje gjithë shikuesit e emisionit juaj që është mjaft i pranueshëm dhe i shikueshëm. Falenderoj edhe të gjithë mësuesit për punën që kanë bërë në periudha të ndryshme. Nder dhe respekt edhe mësuesve të cilët nuk i kemi në këtë botë, kanë vdekur me pushkën dorë për liri dhe për arsimin shqip. Për mua ishte një kënaqësi e veçantë në momentin kur më ke bërë ftesë, ti je mysafir në mision në festën më të dashur. Kjo është festa e mësuesit. Mësuesi e jetë, shumë faleminderit, ishte kënaqësi.